Gjatë viteve të fundit të shtuar, fluksi vizitorëve vendase të huaj në fshatin Rumanzat të Bashkisë së Finikit. Natyra magjepse, sidomos gjatë pranverës, por edhe objektet e kultit siç është kisha e Shën Markos, kanë tërhequr vëmendjen e vizitorëve, duke krijuar kështu premisa serioz për ta kthyer fshatin në atraksion turistik. Vizitojnë, vinë, vizitorët vinë, shikojnë e ikin, se s'kan ku rrinë në ratë parë. Çfarë vëzhgojnë? Ku vinë këtu në fshat? Shikojnë vetëm bukurinë e natyrës. Vinë për për kishat, për njërën tjetër. Kishën e fshatit tuaj të Shën Marku a vinë? Vinë. Unë kam njerëz kryshkje kam në Grigj, këtu erdhën të gjithë. Zoti Qiriazo e pranon jashtë kamerës se po studion mundësinë e kthimit të banesës në Bujtin, pasi mungesa e tyre krijon probleme për zhvillimin e turizmit. Jo, s'ka ndërtuar njëri dhe ajo është e keqe për fshatin. Në qoftë se do të ndërtohet Bujtina, mund të zhvillohet turizmi, të kthehet edhe fshati juaj në atraksion turistik? Ne kemi detin shumë afër dhe mund të vinë më mirë të vinë këtu se sa të rinë në Sarandë. Fshati Rumanza ndodhet rreth 20 km larg qytetit Sarandës dhe është vetëm 300 metra mbi nivelin e detit.